Një operacion i gjerë i policisë së shtetit i koduar Posta e Reme ka çuar në ndalimin e dy shtetasve kinezë të përfshirë në një mashtrim masiv online. Cun Feng Fan, 51 vjeç, dhe Haike Yan, 45 vjeç, kishin ngritur një faqe interneti identike me atë zyrtare të postës shqiptare me qëllim mbledhjen e të dhënave personale dhe bankave të qytetarëve. Operacioni u finalizua pas një hetimi disa javor të strukturuar të krimit kibernetik që ndoqën gjurmët digjitale të grupit përmes monitorimit të dark webit dhe burimeve të hapura në internet. Sipas të dhënave zyrtare, dy shtetasit kinezë kishin hyrë në Shqipëri në 27 tetor dhe u akomoduan në një hotel pranë qendrës së Tiranës, ku ngritën bazën e operacionit të tyre kriminal. Hetuesit kanë zbuluar se të arrestuarit kishin krijuar një faqe interneti identike me ato zyrtare të postës shqiptare, përmes së cilës dërgonin SMS mashtruese qytetarëve shqiptar, duke i drejtuar ata drejt një linku fals. Me klikimin e këtij linku, kinezët merrin akses në të dhënat personale dhe bankare të përdoruesve. Gjatë kontrollit në ambiente ku qëndronin, policia sekuestroi 17 telefon celular, një laptop, 12 pasaporta, 11 karta bankare, 7 karta identiteti, një patent dhe shuma të konsiderueshme parash në valuta të ndryshme. Nga analiza e aparateve telefonike u gjetën listat e të dhënave të mbi 5.000 qytetarëve shqiptar, të cilët ishin shënjestrat të skemës mashtruese. Sipas hetimeve paraprake, vlera e parave të planifikuara për t'i përvetësuar arrinte në rreth 5 miliard lekë ose 50 milion euro. Dy të arrestuarit kishin parashikuar të qëndronin në vend vetëm disa ditë më pas se tërhiqnin fondet nga jashtë Shqipërisë. Hetimi vijon në drejtimin e prokurorisë për vepra penale të mashtrimit kompjuterik, ndërhyrjes në të dhënat kompjuterike dhe falsifikim kompjuterik, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e pjesëmarrësve së bashkëpunëtorëve të tjerë brenda ose jashtë territorit të Shqipërisë.